Gjemrani, organizatorin, mikun tim Roland Bibon dhe drejtues të Universitetit Marin Barleti që ka dhënë këtë mundësi. Të nderuar të pranishëm zonja dhe zotërinë. E thanë këto të gjithë thuaj se parafëqet, po e determinoi redaktori zoti Arben Meselaj se në librin tim është një veprimtarie imja pothuajse mbi 30 vjeçare ku përmes shkrimeve, konkesave, intervistave, të dhënë edhe si përfaqësues politik në emërgatën shqiptare, po edhe si përfaqësues diplomatik i Republikës Kosovës, qoftë në Kosovë, qoftë në Gjermani apo në Perëndim, jam munduar që të shtjelloj temat me problematike, po edhe temat që kanë të bëjnë me identitetin tonë kombëtar. Në vitin 1981 në Kosovë organizohen demonstrata të popullore nga studentët, pastaj mbështetjen nga gjithë strukturat e atëhershme së gjithë organizata kandidatarëve patriotike të kohës, po dhe gjojnë mbështetjen e gjithë shtresave të popullsisë në Kosovë. Dhe organizohen pothuajse në gjitha qytetet e Republikës Kosovës. Një nga parollat kryesore në demonstratat e vitit 81 ka qenë jemi shqiptarë, nuk jemi Jugoslavë. Sot e 34 vjetë me vërë. Ky identitet i ynë kombëtar ka filluar të largullohet përmes ideologjisë fetare. Politikat anti-shqiptare arrin shumë shpejt dhe shumë lehtë të deportojnë dhe të përçojnë shqiptarët, sidomos brezit dhe gjeneratën e ri. Thënia e famshme e rindasit tonë të madh Asat Pasha, se feja e shqiptarit është shqiptaria, ka filluar të relativizohet, të interpretohet dhe të keq interpretohet në forma të ndryshme. Disa edhe nga intelektualët, disa edhe nga akademikët, disa nga thonë se nuk ka fejë që quhet shqiptaria, por rindasin një madh nuk ka thënë që ka një fejë që quhet shqiptaria. Ai ka kërkuar përmes metaforës geniale që shqiptarët të ndarë në 3 feje, të formojnë dhe të shkëlqojnë identitetin kombëtar. Apo më mirë, ai ka kërkuar që përmes zgjedhjeve politik të respektojnë identitetin tonë kombëtar. Dhe kur jemi në këtë pjesë, sigurisht që nuk mund ta mos përmendi Frans Stilinorin kur thotë secili shqiptar do ta pyet veten, po të ishte Skënderbeu në këtë citat, se si do të vepronte. Natyrisht unë i takoj atij brezit të shqiptarëve që shpesh herë dhe shumë herë i kanë marrë pyetjet vetes. Dhe përmes shkrimeve, kontesave dhe analizave të mia që është brenda këtij libri, jam munduar të jap edhe përgjigje. Dhe për fund dua të falenderoj recenzentët e librit, profesor doktor Beran Kosumin, profesor doktor Arben Betoshun, redaktorin zotin Arben Meselaj, recenzentin dhe realizuesin teknik zotin Skënder Hajdari, por natyrisht edhe gjithë drejtuesit të Universitetit Marin Barleti që më kanë dhënë mundësinë që sot jam të parjush këtu dhe sot të promovoj këtë libër. Dhe krejt për fund dua të falenderoj bashkëshorten time, Ilirianën, dy të janë Flamurin dhe Jonin, të cilën kanë mbështetur jo vetëm në promovimin